Shqiptari UFO që u arratis nga burgu i sigurisë së lartë Milano. Do t'i tregoj historinë e Taulantit, një histori e një shqiptari që nuk është era e parë që është arratisur. Lexova disa artikuj, sepse ka filluar që në vitin 2006 kjo histori e tij, dhe unë doja që t'ja u tregoj, ndoshta dikush nga ju i ka lexuar, por t'ja u tregoj hap pas hapi, ndiqeni me vëmendje. Taulanti, që është ai, nuk po i them emër mbi emër, por është një shqiptar që u arratis nga burgu në datën 7 të këtij muaji, nga burgu i Milanos me një siguri të lartë. Nuk e di e dini apo jo, por është një nga burgjet opera, quhet, i Milanos, që mbahet si burgu me siguri të lartë. Dhe këtë e bëri brenda 5 minutave, të paktën kështu tregohet. Pra ai mundi në momentin që po ndërroheshin rojet, kishte përgatitur me kohë në mënyrë të detajuar çdo gjë arratisjen e tij. Po si e kishte bërë? Do ta fillojmë nga mbrapa, nga ku ai filloi për herë të parë. Taulanti, me sa duket, është një zotëri që një shqiptar që nuk i pëlqen shumë të punoj, por ai shkon dhe vjedh nëpër shtëpia, nëpër vila, nëpër dyqane. Dhe në vitin 2006 atë e arrestuan për herë të parë në Itali dhe në Terni, dhe aty e futën në burg. Si përfundim ai mundi që të dilte nga burgu në vitin 2006. Por pas disa kohësh, pra në vitin 2009, pasi e kërkonin, ndoshta kishte ndërruar dokumenta, nuk dihet se si, por e gjetën në mënyrë me anë të gishtave, e kapën edhe një herë dhe ai falimentoi në ikjen e parë. Falimentoi pra në vitin 2009, por në vitin 2013 mundi që të ikte. Pra u arratis nga burgu, në një burg gjithmonë me siguri të lartë. Dhe pasi u arratis, ai iku në Belgjik. Belgjik, së bashku me një shokun e tij, aty teksa vinin disa vila, e kapën dhe i futën të dy në burg. Mirpo ky mundi që të ikte, ndërsa shoku i tij e vran. E vran, ishte një shqiptar që ishte futur në një vilë, pra një shoku i tij, nuk po ja them emrin, por ai mundi që edhe në vitin 2013 aty në Belgjik të mund të ikte nga burgu. Dhe çfarë bëri, sepse nuk mund të rrinte aty, meqense e kërkonin, e dinte shumë mirë ai që me kalimin e kohës nëse ta kapnin për herë të dytë nuk do ta mbanin aty, por do ta çojnë në një vend që ai nuk do ta dinte kurrë se ku ishte. Sepse në Belgjik, për ata që nuk e din, ka disa vende, disa burgje që janë vërtet nëpër male apo në vende që janë shumë larg dhe është e pamundur me thjesht që të ikësh. Dhe si përfundim, ai iku nga Belgjika dhe u kthye edhe një herë në Itali. Në Itali, me kalimin e kohës, filloi që të vinte edhe në disa vende të tjera. Deri kur pastaj në një moment e kapën sepse edhe një herë e kapën me anë të gishtave. Duket se kësaj radhe e kapën nuk tregohet, por me sa e kuptohet e kapën me anë të Interpolit. Dhe duhet të dini që ka disa shenja të rëndësishme që për kapjen e disa njerëzve. Po ja u them, e pastaj do kthehemi edhe një herë se si e kapën dhe ku e vendosën. Duhet të dini që nuk ka shans me një fjalë sot me teknologjinë që kemi që ti mund të shpëtosh. Do t'ja u them se përse. Gjëja e parë që është e rëndësishme, por që nuk është definitive, janë shenjat e gishtave. Dhe shumë hajduta, nëse nuk e dini po ja u tregoj, i djegin shenjat e gishtave. Pra, por edhe pse i djeg, në momentin që ti shënojnë edhe një shenjat e gishtave, është e pamundur sepse herën e dytë sado që ti djegësh ato polpastrelis, janë ato shenjat e gishtave, ato sidoqoftë mollxat kapen. Dhe pjesa tjetër që shumë pak e din është zëri. Pra përveç dokumentat, sepse shumë nga këta hajdutët ndryshojnë dokumentat me fjalë pasaportën, kartën e identitetit e tjerë. E bëjnë këtë me pagesë në disa vende të caktuara të disa njerëz që bëjnë këtë punë. Dhe po i thosha që për sa i përket dokumentave është e thjeshtë, pra për ata që bëjnë këtë punë, sepse e dinë se ku duhet të shkojnë për të bërë dokumenta falso, sepse je i detyruar, pra ata janë të detyruar që të bëjnë dokumenta falso, ndryshe si do lvizin. Dhe i bëjnë në mënyrë të përkryer këto dokumenta. Por ajo që i trajton, siç ju thash, është zëri. Çfarë bëhet tani me zërin? Tregohet, unë nuk e di, është 100% e vërtet ose jo, por sipas tashetemeve, tregohet që ka një mekanizëm, një sistem që përdoret nga shërbimet sekrete dhe nga policia. Është një
teknologji që me pak fjalë e kanë vetëm shërbime sekrete, nuk është mastigjer, nuk shitet pranë mastigjer, që futet në rrjet. Është si puna e një sistemi inteligjent që futet në rrjet për të kapur një lloj tingulli, ose një lloj zëri, ose disa lloj fjalësh. Nëse e keni vënë re, për shembull, tani kanë dalë këto algoritmet që për punën e këtyre që bëjnë influencera. Dhe disa fjalë i kapin. I keni vënë re që kapin disa fjalë, nëse ti thua një fjalë, për shembull vrasje apo ku ta di unë, apo fjalë të tjera, që janë fjalë kyçe, por janë tepër të rëndësishme sepse për shembull disa fjalë të tilla nuk mund të përdoren nga sistemi, pra nuk mund t'i lejoj sistemi. Dhe çfarë bën? Sistemi ose e redukton, pra e shkëput atë fjalë, ose të thotë që kjo video është e padenjë. Pse ndodh kjo? Sepse ka një listë të disa fjalëve që nuk mund të përdoren. Mirë, tani, në qoftë se ka një sistem algoritmi të tillë që përdoret për njerëzit që futen në internet dhe bëjnë vetëm video, pra për influencer, merrini me mend se çfarë teknologjie ka pas kësaj. Pra, tregohet që ekziston një teknologji që ajo kap zërin, jo vetëm fjalët, sepse ka dhe nga ato që seleksionon fjalët, nëse ti për shembull thua disa fjalë kyçe, i kap ato fjalë kyçe dhe kjo bëhet për shembull edhe kundër terrorizmit, kundër problemeve të tjera shoqërore ose kundër pedofilie etj. Por për më tepër është për ruajtjen e njerëzve, sepse ka disa që mund të krijojnë disa probleme të rënda në shoqërinë e sotme. Dhe ky lloj sistemi i tingujve funksionon në këtë formë. Nëse se ti të kanë marrë zërin tënd dhe e regjistron sistemi zërin tënd, ti mund të shkosh ku të duash, të flasësh me çfarë telefoni të duash ti. Ai telefon hyn në sistem. Normal që ti nëse je në një vend për shkak që shteti përkatës nuk ka lidhje me atë shtet atje, nuk do të kapin. Por ndoshta një ditë apo një tjetër do të kapin. Çdo tot kjo. Pra, nëse unë nuk i marr të dhënat nga ai shtet, të dhënat në mënyrë urgjente, direkte, pra të menjëhershme, ndoshta kalon kohë. Por ti, nëse ky lloj sistemi i merr këto të dhëna direkt, pra në kohë reale, nga të gjitha shtetet që kanë rënë dakord për këtë, për shembull Interpoli, ai mekanizëm kap zërin tënd. Pra kap zërin tënd që ti, për shembull, je në një kabinë telefonike në rrugë, apo je në një celular që nuk e njeh kush, por celulari do futet në një rrjet, pra do futet në një linjë, në një kompani telefonike. Dhe nëse kompania telefonike, me njëkohë si shteti përkatës, bën pjesë në këtë marrëveshje, të kapin me njerë, din pozicionin tënd eksakt se ku je. Pra, brenda 11 metrave diametër, din se ku je. Ka patur shumë raste që disa nga këto informacione disa i din. Dhe çfarë bëjnë? Në një moment caktuar, këta bëjnë telefonat në aty ku janë, hedhin telefonin poshtë, ose janë në një kabinë, ikin vrap nga i vend dhe shkojnë diku tjetër. Por rrethohet zona, rrethohet vendi dhe e din që aty ka një pik ku ka qenë subjekti dhe pastaj e gjurmojnë. Pra, ky është sistemi më kompleks që është ai që kapin zakonisht kur bëhet fjalë për gjëra të mëdha, për shembull, si për shembull e këtij Taulanti që është mendohet një nga më të si mund të quhet, më komplekset. Në fakt, atë e kapën tregohet që e kapën pikërisht në këtë formë në Milano. Dhe e futën tek opera që është një nga le të themi burgjet me më siguri në Itali. Mirë po, aty ai me sa duket e bëri ikjen që nuk e priste kush, duke u ndihmuar nga disa, edhe nga shoku i dhomës. Në fakt, shoku i dhomës e kanë futur tani në përgjim, sepse bile edhe akuzohet që e ka ndihmuar, në fakt ai pranoi që e ka ndihmuar, është një italian, me sa lexova. Mirë po, mendohet që edhe dikush tjetër e ka ndihmuar jashtë dhe ai ka bërë një ikje spektakolare brenda 5 minutave. Sepse në momentin që ndërroheshin rojet, ai e kishte prerë me kohë, kishte kaluar një kohë gjatë, nuk e di se si kishte marrë këto, sepse askush nuk e di, për të prerë me sharr disa një vend me fjalë ku ai duhet të dilte për darë në derën kryesore dhe nga aty pastaj të dilte që të merrte të çonte çarçafët poshtë që t'i lidhte.
Dhe në kohën që këta po flisnin mes njëri tjetrit para rojet, në momentin që kishte filluar ndërrimi, pikërisht në atë moment ai hapi, duke sikur nuk ishte e hapur me fjalë prerë ajo pjesë e derës, doli nga pjesa kryesore e korridorit, vuri ato çarçafët njëri pas tjetrit, duket ishin 4 çarçaf, dhe zbriti poshtë. Askush nuk e di nëse nga ana tjetër e priste kush e priste, por nuk e mori vesh askush sepse kush do ta denonconte. Shoku i dhomës e kishte ndihmuar. Kështu që kur shkuan vetëm në mëngjes, nuk e dinin. Në mëngjes kur e panë që nuk ishte prezent, kuptuan që ai ishte arratisur. Tani po e kërkojnë, është futur Interpol, janë futur të gjithë, por doja t'ju thoshe që sot me këtë teknologji tepër komplekse që ekziston sot, është vështirë. Ai mund të kalojë 1 vit, 2 vjet apo 3 vjet, por sidoqoftë do ta kapin edhe një herë, dhe kur ta kapin herës tjetër, nuk do ketë më shans. Mendimi im, megjithatë, quajnë njeriun ose shqiptarin UFO pikërisht pra sepse ai është era e 4 që arratiset nga burgu, dhe tani e kanë marrë me inat. E kanë marrë me inat dhe po e kërkojnë me ngulm. Por doja t'ja u tregoja sepse ka disa tipa, për shembull si Taulanti, që nuk ka shans që të rri brenda. Do se ka bërë gjithë ato gabime, por prapse ai nuk rri urt, por do që të iki dhe të rratiset. Ju çfarë mendimi keni për këtë? Keni lexuar më shumë, kush di më shumë informacion për këtë të na i thot, ose çfarë harrova ndonjë diçka tjetër? Pres komentet tuaja. Hajde, ditë mbarë.